Për herë të parë, Shqipëria mori pjesë në lojrat olimpike speciale dimërore Torino 2025, ku sportistët tanë arritën një sukses të jashtëzakonshëm. Përfaqësuesit e Special Olympic Albania siguruan 8 medalje. Përshë në Torino, bërë provat, garën, edhe pastaj mora medaljen e parë, si që është e dyta, vendi dytë, pastaj tek i pari dhe fund fari 4. Nuk e besosha, po ja dola e po viqet marrë 2 medalje. Duhet bëj e vrap më bëj dhe mora vendin e 4 dhe vendin e parë. Si ndihesh ti tani që i mban këto medalje? Shumë kënaq për veten edhe për familjen time. Drejtori Special Olympic Albania, Roland Hysi, shprehet krenar për këtë arritje dhe tregon sfidat e kësaj eksperience unike. Pritur në momentin që unë kam parë pistën, isha jashtëzakonisht i shqetësuar nëse vërtet do të arrinin të zbrisnin, sepse bëhet fjalë për pista olimpike, të standardeve olimpike. Jam shumë i lumtur që jo vetëm nuk u skualifikuan, jo vetëm që nuk ranë, por janë shëndoshë e mirë dhe kanë sjellë për herë të parë në historinë e sportit shqiptar 5 medalje ari, domethënë gocat kanë shkëlqyer në këtë rast, 1 medalje argjendi dhe 2 medalje bronzi. Presidenti i Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, thotë se pjesëmarrja e Shqipërisë në këto lojra është një hap i madh drejt përfshirjes dhe barazisë në sport. E para njerë ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme kur Shqipëria mori pjesë për herë të parë në një olimpiadë të Special Olympics dhe iniciativa e Special Olympics Albania na bën shumë krenar si shqiptar kur çdo njeri nga të gjitha mundësitë dhe ata që kanë aftësi ndryshe nga të tjerët marrin pjesë në gara dhe kjo tregon civilizimin e një shoqërie. Një shoqëri është e civilizuar kur gjithë bashkë ne kontribojmë që gjithkusht të ndihet i barabartë. Me syt nga ardhmja, Special Olympic Albania synon që në vitin 2029 në Zvicër të shkojë me një ekip edhe më të fortë për të vazhduar të shkruajë historinë.